e Kosovës është pasunia më e madhe që e ka Republika Kosovës. Është krenaria e Kosovës, është motori i Kosovës, edhe rinisë së Kosovës ja kanë lakmi krejt shtetet e botës. Secili shtet që kish pas rininë e Kosovës, investimin kryesor e kish bën rininë e Kosovës. Kështu që Lidhja Demokratike e Kosovës në programin e saj e ka 40.000 trajnime për 40.000 të ri në sektorin e ICT-s, për arsye që trit e Kosovës që janë t'jashtëzakonshëm digitalizim, janë t'jashtëzakonshëm në IT. Mirë po deri tash është Kosova i vetmi shtet që asnjë strategji nuk e ka ndërmarrë për me e zhvillu, me e avancu këtë pasuni edhe me kapitalizu këtë pasuni që e ka Kosova. Ne trit fatkeqësisht jënë duke ikë prej Kosovës. Kosova po zbrozët. Po zbrozët në një se trit nuk kanë mundësi të punësimit, nuk kanë mundësi me shpalus gjithë potencialin e tyne që e kanë, edhe ëndrat e tyne po i gjejnë në shtetet e tjera, në Europë. E ne me bo çmos që trit e Kosovës me i mojtë në Kosovë. Trit e Kosovës me i mojtë në Kosovë me zhvillu Republikën e tyne, për arsye që Kosova është e rinisë Kosovës. Unë dje isha edhe në teatrin kombëtar të Kosovës, do me thonë imagjinojeni, në këtë vend, arsye pse po ikin trit është se ka hub shpresa. Do me thonë 6 vite nuk kanë qenë në gjendje një renovim të një teatrit me bo. Do me thonë përderisa shtetet tjera e qojnë hanë edhe i kthejnë astronautat për 40 ditë, na 6 vjet nuk jena në gjendje, qeveria Albin Kurti nuk është në gjendje një renovim me përfundu brenda 6 vite. Kështu që Lidhja Demokratike e Kosovës ka plan jashtëzakonisht të mirë qysh me mbajtë rininë në Kosovë.